Pjesëmarrja e Edi Ramës në takimin grotesk të Washingtonit në një godinë që mban emrin e Donald Trump për së gjalli mund të sjellë probleme serioze për Shqipërinë. Aty ku çdo kush që foli bënte hosana presidentit amerikan, sikur të ishte mbreti i korave të vjetra, mungonte thuajse e gjithë Europa e Bashkuar. Përveç Viktor Orbanit, që është tashmë një dele e zezë, në pallatin e Donald J. Trump nuk ishte asnjë shtet antar i Bashkimit Evropian, si dhe asnjë shtet kandidat për të pranuar në BE. Edi Rama, i cili duket ka rrëshitur totalisht në hijen e Trumpit, i përballur me një furi europiane që po ndikon fort SPAC. Në bordin e paqes ishte i vetmi prej shteteve kandidate të Ballkanit për në BE. Malizi, i cili është një vend që është konsideruar prioritar për t'u antarësuar, nuk ka marrë pjesë në këtë nismë, ndërkaq Kroacia, një aleat i NATO-s gjithashtu, por edhe vend mik i afërt i Gjermanisë, ka bërë të ditur se nuk ka pranuar të marrë pjesë. Maqedonia gjithashtu, e sigurisht Serbia. Ka pardisja e kryeministrit shqiptar, i cili turpin për financuesit e Hagës e përsëriti edhe në Washington, duke u kapur pas kurave të Qelisa Hashim Thaçit, ka shumë gjasa që të shkaktoi probleme për vendin në marrëdhënie me Europën. Nuk është çudi që të kemi një reagim edhe politik të vendeve të BE-s, kryesisht Gjermanisë, e ndoshta edhe Francës, një qëndrim ndaj këtij lineimi të Shqipërisë. Kjo pasi nëse kërkon antarësimin në BE, së pari duhet jesh në një linjë me politikën e jashtme europiane. Por nga ana tjetër, ka mundësi që të ketë edhe një reagim nga ato blitzkriget që bën Gjermania, duke përdorur tërfuqinë dhe influencën e saj. Edi Rama duket se ka qenë shumë në siklet, derisa është balancuar me 180 gradë, po luan fort, pasi e ka edhe më komode, sepse është në mandatin e 4 dhe përballë ka një gogol që e kanë frikë të gjithë. Por në fund, ajo që dëmtohet më shumë është Shqipëria, sepse po u humb treni i radhës për në BE, pra i 2030-s, ka shumë gjasa të mos kapet më, siç ka ndodhur me Sali Berishën në 97-ën apo me Fatos Nano në 2003-shin.